Zot i shtëpis. A do në musafir më burr? Kjo është ajo thirrja që gjithmonë musafirët e kanë bon në derë. Edhe atëherë i Zot i shtëpis o dalë në dyshekllak, ka kqyr kush është dhe i ka thonë hajde byrë, e unë gjitë shkallë për pjetë në të burrave. E i shkon njani e kish pas një djalë, emnin Syl. I vjen një musafir dhe e pret mirë aty, i qet duhan e kafe, edhe bëhet vakti më kthy darkë. I kthejnë darkë dhe këshin pas përpeq për darkë. Unë gjënë edhe po hajnë. Po, ky e kish pas adet me hongër përpeqin me bukë. Ja nesën pa i musafiri pe hanë pa bukë. Ky edhe s'moj kemi thonë musafirit vallaj përpeqin du të me hongër me bukë, po ja bëj këtë djallit vetë Syl me bukë, me bukë. A i heq musafiri këshë sponi, a pet Syl me bukë. A i djalli në ratis bëj këzon, a i hajke me bukë s'kish qa më bon. Dikur, a i musafiri s'po merë vesh, që t'i shkoj dhe në gjysë të psis. Atëherë ky baba pja bën djallit tha, Syl që tash ndash me bukë, ndash pa bukë, se përpeq i shkoj, e patë.